Faji, po më duket që është i dëmshëm. Dikush po mundon me përfitue, po jena po nuk është mirë se mundet me ju kthy bumerang. Çka ka qytetari në zonë si faji për pacientë për ata për mosmarrëveshje tyne? E vërtet është. Kjo partitë tona politike, kemi të lifar bokserit, kemi të lifar dreshit biri, kemi. Ju jeni? Hasan Shalo. Bas Hasan, çfarë mendimi keni sot për shumë që shumë tharë kanë metë në rrugë për shkak të protestës ose grevës shoferëve të autobusave. Çfarë mund të na thoni për këtë çështje? Nuk është mirë, është shumë keq. Mos me krye shërbimet ndaj qytetarëve, trafiku qoftë urban, qoftë se më duket janë përfshirë edhe këta autobus privat që gravitojnë në komunën të Prishtinës. Ata do të marrë vesh komunës me nivelin qendror rreth buxhetit, rreth miratimit të buxhetit, se thonë gjithmonë faji jetim është. Në këtë rast mendoj se nuk është faji jetim. Faji është ata që nuk e kanë nënshkrue, nuk kanë dhënë pëlqim për nënshkrim të buxhetit. Do të thotë, me një fjalë e kanë bojkotuar nënshkrimin e buxhetit. Ato duhet më faj më lypë, mas faren që në bord tonen, pasaj me dollë në bord komshiut. Vesh e keqja me më është për vëzard, e ka smun që ndoshta ndikon me të madhe në përkësimin e gjendjes që nuk mund me marrë shërbimet në spital, apo në ndonjë ambulant. Për nxënës që mundën me hup orët e para, sigurisht i humbin, se nuk kanë transport, dhe për ne të mëshurit, na që mund vetë me dalë, është pak ma ndryshe, dalëm sa të mund mjesë, sa të mund nalëm edhe. Kush i ka fajet për këtë çështje? Faji, po më duket që është i dëmshëm. Dikush po mundon me përfitue, po jena po nuk është mirë se mundet me ju kthy bumerang. Ai që mundohet me kësi lloj veprimesh, me fitua po jena politik i kthehet bumerang. Qoftë komuna, qoftë po më në niveli komunal, qoftë niveli qendror. A e kanë ditë që ka më ndodhë që kjo ja, por mos formimin e qeverisë, kur i kena pa gjithë partitë politike janë kanë kundër formimit qeverisë, edhe sot pe akuzojnë njëna tjetrën, por kush po pësojnë qytetarë. Po normal që pësojnë qytetari, e ka thënë gjithmonë populli e pagun. Çdo mosmarrëveshje, çdo mos pajtim partive, na pësojnë, populli pëson. Nuk është mirë. Paralemimi deri diku ka qenë mirë, po është duhet të iket ati paralemimi, të evitohet ajo. Ka qenë dashur të rrihet në ndonjë ujdi në mos spektit politik, atëherë lidhur me buxhetin persone kompetent komunale dhe në nivelin qendror, ka qenë dorë më arrit një ujdi që mos me pësua qytetari. Këto drejtoritë komunale pëgjujnë fajin të qeveria. Qeveria pëgjujnë fajin të njëna tjetra, opozit, po kush është fajtori këtë këto? Une sa lexova, tash vërtetoj shumë letën thesar. Nëse niveli qendror i ka aloku mjetet për pagesa premten, që është thanë ata, e nuk e mbon pagesat prej komunës, atëherë dihet ku është faji. Që mundohet me shfrytëzue që atë të premten, jo punojmë, jo s'punojmë, jo i kryjnë të pagesat hana. Nuk duhet me prolongue, se qapse e ka bo kaos ditën e sotit, në trafik. Dhe me thonë, në këtë rast, përfitues është transporti privat. E vërtet është, po a duhet o kondosh me prit edhe pak me prit dhe ka e martja ose e mërkurja shoferët e autobusit për mos muqu protest, apo sot gjithë qysh o kondosh? Masi i kanë thonë që alukimi mjetëve o banë dhe banë të hanën shpërndarje. Në thash, kjo është loj politike shkurt. Loj politike. E në këtë loj, dikush fiton, dikush humbë. Mirë po dhaj që me ndonë që fiton, kjo mund të një këj bumerang. E vërtet. Kjo situatë mund të një këj bumerang. Qa ka qytetari në zonë si faj për paciente, për ata për mosmarrëveshje tyne? E vërtet është. Për ata
Ata do të dënohen pe dikuna. Mundën më dënu tash në zgjedhjet e dhjetorit. Mundet dikush ndoshta përfiton pak, po jo. Në këtë mënyrë jo. Se edhe në politik do të me pas një moral. Edhe aty do të me pas një moral. E vërtet. Me gjithë që thonë që s'ka moral, pa ama do të me pas moral. E vërtet është. Se personat publik dalën, prononcohen pa e matë fjallën. Personi publik është person publik, është person me pesh. E vërtet. Do të me matë fjallën 10 herë me folë një fjallë. E vërtet. Jo tash më dalën, kem të lishmërën këto partit tona politike, kem të lifar bokserit, kem të lifar dreshit biri, kem që nuk është hije mirë e përfaqëson popullin, përfaqësuesi popullit. Faleminderit që ishe pjesë e Dhe shofshe e punë marë. Ju rujt zote, ju të dashur me që rrini me neve.